O Sulo! O njesh! E më njesh, Do të bësh njesh? po bre njesh. Hajde bli një shpinë në lagjenje. Ngjitu lartë të ta tregon. Po miro tregone. Hajde, hyrë Sulo. Ja ky është apartamenti 2+1 në lagjen 1. Wow, fantastike, luxury design. Gjithë kjo hapësirë do të ishte fantastike edhe për 5 persona. A mund t'i shohim të gjitha detajet bashkë? Patjetër, më lejo të të ndihmoj. Më ndiq të lutem. Duke qenë se ndodhemi këtu, le ta fillojmë prezantimin nga kjo sallon kuzhinë, e cila ndodhet në pjesën veri lindore të kësaj ndërtese. Duke qenë se është në katin e tretë, kjo njësi banimi 2+1 me një shtrirje prej 155 metra katror bruto dhe 120 metra katror neto do t'jetë mbushur me dritë në çdo moment të ditës, pasi dielli e ledhaton ata nga të gjitha anët e saj. Sesi, le ta shohim pasardhë. Në këtë kuzhinë që do të shohim materialet më të mira të përdorura në të, siç është materiali koral i vendosur në tabakun që përben këtë pjesë kuzhine. Por jo vetëm, kjo mobilje kaq klasike, fshet dhe mbulon në një mënyrë fantastike dhe pajisjet elektroshtëpiake që bashkëqyrojnë këtë kuzhinë, siç është dhe kjo lavastovilje e markës më të mirë, atë të Whirlpool. Por nuk është vetëm lavastovilja e cila është e një marke të mirë. Gjithashtu, dhe stofat e saj të pjekjes janë ato të markës Smeg dhe këto të vendosura, të përshtatura, mjeshtërisht me dizajnin e mobiljes. Surprizat nuk mbarojnë. Ajo që do të duket si një dollap ku të vendosin xhaketat, në të vërtetë është frigoriferi gjigant me 2 hapje, i cili është atje për t'ju mbajtur të freskët të gjitha produktet tua. Dhe ky i një marke tepër cilësore, atë të Samsungut. Por, gjithashtu e pozicionuar në këtë kuzhinë është dhe trapezaria në formën e një ishulli. Dhe kjo, siç mund ta shohim, e rrethuar nga këto karige klasike, të gdhendura në një mënyrë fantastike, t'japin një jeshi, një dëshirë për qëndrim në to. Por jo vetëm, gjithashtu dhe këmbët e këtij ishulli, të gjitha pjesët anësore apo çdo detaj i tij do t'ju bëjë të ndjeni krenar gjatë qëndrimit në këto ambiente. Të mos lejmë pa përmendur dhe pjesën e arredimit të sallonit të ndenjes, me këta koltuk fantastik madhështor, të cilët jo vetëm do t'jenë pjesë e qetësisë dhe relaksit tuaj në këtë sallon, por do t'ju japin dhe kënaqësinë e madhështisë të tyre. Në momentet që do të mund të shihni televizorin, kanalet tuaja të preferuara, duke shijuar dhe imazhin e vatrës në ditët e ftohta të dimrit. Gjithashtu, ky korridor lidhen dhe këto dhoma gjumi, siç është kjo e çiftit martesor, me këtë krevat super doppio, i cili është ai i një luxury design, i bashkëshoqëruar me mobilje të njëjtit cilësi. Tjetër dhomë përbërëse e këtyre ambienteve është dhe dhoma e gjumit të fëmijëve, e cila ndodhet në pjesën juglindore. Por, ka të integruar në të dhe pjesën e balkonit, tek i cili do mund të shfrytëzoni gjatë momenteve të jetesës në këtë banesë. E fundit, por jo për nga rëndësia, është dhe tualeti, një tualet luksos, i përbërë me të gjitha hidrosanitaret e nevojshme në të. Janë këto ambiente të kësaj njësie banimi 2+1, të cila do të vinë për ju me një shtrirje prej 150 metra katror, me një pozicionim qoftë në verilindje, qoftë në juglindje dhe me një çmim fantastik. Ata të 215.000 euro, që sigurisht do të ngelen të negociueshme.
por për të zbuluar detaje të tjera, të cilat nuk mbarojnë në këtë pasuri të paluajtshme, na telefononi në numrat tanë të telefonit 069 39 88 918 ose në numrin tjetër të telefonit 069 78 96 222. Dhe mos harroni, pronat më të mira i gjeni vetëm tek ne. EK Real Estate, emri që duhet i besoni. Tek ne, më shpejt, më sakt, më sigurt. Ju mirëpresim.